Përshëndetje, vazhdoj me reagimin e radhës, zvërneci dhe protestat. Tani, si që gjithë po e shikojnë, kësaj proteste ka filluar t'i bjerë maska. Edhe këtyre protestuesve ka filluar t'i bjerë i maska. Pse po i bie maska kësaj proteste? Sepse i kemi parëmëruar që ditën e parë të protestës. Që kjo është një protestë shumë e sofistikuar agjenturore, me objektiva shumë të qarta, me financues shumë të fuqishëm. Si që kemi thënë dhe më përpara, Greqia e para. Do thoni ju, po pse Greqia, çfarë përfiton Greqia? Po sepse Greqia është një shtet që mbijeton vetëm me turizmin dhe me bujqësinë. Shumë nga ju ndoshta nuk e mbajnë mend që janë shesh sot, por në 90-ën, dy shtetet kryesore që na shkatruan ekonominë, ato që kishim trashëguar, ishte Serbia dhe Greqia. Pas 90-ës, se u zgjoll një terrorist kryes shtetit tonë, edhe mendimin e tij shkatroi gjithçka që kishim trashëguar nga ai sistem. Domethënë Serbia ishte shumë interesuar për t'i rënë industrive. Pse i ra industrive Serbia? I ra industrive sepse Serbia është një shtet shumë i industrializuar. Kështu që, nxorri jashtë loje një aktor shumë fuqishëm si Shqipëria në aspektin e industrisë. Tani, Greqia çfarë bëri nga ana tjetër? Greqia ju vërsul blegtorisë të bujqësisë, fildanishteve. Shumë nga ju e dinë se sa lek kanë dhënë atëherë grekët, agjenturat greke për të prerë rrënjët e pemëve, ullishteve e gjithçka tjetër. Si për të çuar vitin zero. Kështu që këto dy shtete janë gjatë gjithë kohës duke punuar kundër nesh, me strategji të qarta edhe shumë efikase, sepse ne jemi shumë përçarë brenda për brenda. Prandaj dhe Greqia është shumë interesuar që Shqipëria mos zhvillojë një turizëm elitar, sepse turizëm elitar për Shqipërinë do thotë jo vetëm një sfidë për turizmin e Greqisë, por do na forcohet akoma më shumë në territoret e jugut. Investimet amerikane dhe investimet e huaja do na forconin më shumë sovranitetin në territoret e jugut. Kjo është e vërteta. Se ka shumë që thonë, ja, po sa është Shqipëria më, sa është. Ore shumë e nënvlerësoni ju Shqipërinë. Po për këtë do flas një herë tjetër. Mjafton shikoni vetëm Singaporin, se ku ka qenë dhe ku është sot. Çfarë është Singapori? Çfarë ka qenë dhe çfarë është bërë sot? Kështu që mos e nënvlerësoni Shqipërinë, sepse Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm. Tani, protestuesit, maska që i bie protestuesve, këto s'kan qenë asnjëherë në diasporë. Këto janë shqiptarë gjakprishur, që, siç e thamë më përpara, vinë kryesisht nga dora e Albin Kurtit. Albin Kurti është komplet i përfshirë drejt për drejt në këto protesta, pavarësisht se Rama thotë do të ruajë gjasme të pjesën në marrëdhënie diplomatike. Albini është komplet i përfshirë në këto protesta. Po Albini do ta kuptoj mirë, ky nuk është një shtet. Apo ne nuk kemi një vend apo njerëz që kemi nevojë për leksion demokracie nga Albini. Albini që gjithmonë, ky nacionalist i madh, domethënë, që unë realisht asnjëherë nuk e kam kuptuar, ore, kush janë aleatët e Albinit? Se ky e mban veten si një më i madh se Skënderbeu. Asnjëherë se ka kuptuar, ore, kush janë politikat e tij kombëtare? Kush janë aleatët strategjik të Albinit? Askush nuk e di. E dini pse? Sepse janë të fshehur aleatët e Albinit. Dhe shikoni çfarë po bën Kosovë. Krizë pas krize pas krize. Edhe këtë krizë, edhe për arsye të tjera, po transferohet në Shqipëri, duke ushqyer protestën me aktivistët e vet. Marksist, anti-amerikan. Sepse nga ana tjetër Albini nuk pranon investime amerikane në Kosovë. Pse se bën Albini këtë? Sepse Kosova, sa i të Amerikës ekziston si shtet. Po sepse Albini ka agjendë tjetër, dhe është ai agjenda që thash, askush nuk e di agjendën e Albinit, po është gjithmonë një agjendë shumë enigmatike. Me aleat strategjik që një zot e di, askush se di se kush ka. Kështu që Albini shikoi punët e vet atje në Kosovë, se ka bën mishmash Kosovën. Dhe s'mund ta lëmë Shqipërinë si kalon ai Kosovën pa investime strategjike. Edhe Albini thirrri mendjes se pa investime strategjike amerikane atje, Kosova fillosh përbëhet më.
Do t'i aq din, më t'i kujto se je Skënderbeu. Nuk jeti Skënderbeu më burr. Shliti keti me politikën, populist. Si mu ta lesh vendin ti pa investime amerikane? Po investimet amerikane, investimet të fuqishme të perëndimorëve, të miqve thanë perëndimor, do ta forcojnë sovranitetin, more. Se ja tikin ushtarët e huaj një ditë, çfarë do bësh pastaj? Kështu që hiq dorë nga Shqipëria me këto idiotët e vetvendosis që sjell këtej. Se nuk kemi nevojë ne për leksione demokracie nga ju. Ju jeni akoma, ju ka ngel Sahati para 100 vitesh. Ju jeni komplet anti-shqiptar. Edhe këto tjerët Maqedonisë, çfarë dreqin duan to këtu më vë? Me gjithë respektin, çfarë doni ju këtu më? O budallë. Keni ardhur këtu, ju jeni mercenar të importuar më. Kush ju ka sjellë ju këtu më? Kush ju paguani juve? Vini këtu i fusin 4 orë protestu, keni këtu gjithçka përmys, ekonominë përmys, imazhin e vendit përmys, demokracinë përmys, edhe i fusin një plazh gjithë ditën. Ju paguonin për këtë gjë. Edhe ky shtet duhet filloj të reagojë. S'do të ketë frikë, sepse kjo nuk është një protestë popullore shqiptare. Kjo është një protestë e stisur me mercenar shqiptar të importuar në Republikën e Shqipërisë. Kjo është e vërteta e kësaj protestës. Edhe nëpërmjet kësaj po mundon të kanalizojnë gjithë pakënaqësitë që ka populli. Sepse fatkeqësisht kemi edhe një popull shumë të lehtë. I pashkolluar, i parsimuar, i pavëmendshëm përgjithësi. Edhe janë gjithë me telefon dorë sot. Edhe i duket vetja të zgjut. Sepse kanë shiti dhia apo ide apo kujtojnë, dhe kujtojnë se marrin vesh nga gjithçka, gjithë japin një opinionin vet, gjithë i fryjnë kësaj maskarade, kësaj idiotësie, sikur tu po bëhet një revolucion, tu s'ka revolucion më, to janë mercenar më. Që kanë nga ana anës, nuk e duam këto Shqipërinë më. Por ne që e duam Shqipërinë, do të marrim një qendrim. Sepse demokracia në Shqipëri është e brishtë, kjo nuk ka të bëjë me Ramën, kjo betejë është për te Ramës. Është më e madhe se sa Rama kjo betejë. Kjo është betejë, ose kjo është një atentat që i bëhet Shqipërisë në fushën e turizmit. Edhe shkon për te Ramës kjo gjë. Është më e madhe se Rama. Kështu që to janë protestuesit e maskur, apo edhe mjafti, po dihet. Por këta, domethënë, më ekstremistët janë këto që vinë nga Kosova dhe nga Maqedonia. E tu shteti du të reagoj fort more. Me forcë më, shtypje më kokën këtyre. Këtyre idiotëve, po Tirana është paralizuar komplet, jo vetëm Shqipëria. Tirana është komplet e paralizuar. Është komplet jeta ekonomike në Tiranë, për atë që jeton në Tiranë dhe kupton, është komplet e paralizuar nga këto idiotët. Tashi, pronari tjetër i madh që e kemi thënë para një jave, huaj, ore vazhdojnë to mediat e huaj majtisën më. Në Angli, në Amerikë, vazhdojnë i njëjti avaz më. Shqiptarët masivisht kundër Trumpit, kundër investimet huaj, ore. Kjo e dëmton më, i bë gropën Shqipërisë. Sepse trend investitorët. Nuk mund dalim ne kundër investimeve më. Ato investime janë vende pune për ne më, për shqiptarët. Nuk janë vende pune për ufot. Janë më shumë lekë në familje shqiptare për ato që do punësohen. Edhe në ndërtim, që për t'i ndërtuar, por edhe që të shërbejnë nesër pas nesër. Por nuk ka me një shtet në botë sot që del kundër investimeve tuaja. Ne jemi unik. Pse? Se kemi shumë budallë mes vetes, shumë të shitur mes vetes. Shumë gjak prishur midis nesh. Kjo është një maskarat që duhet ndaloj, sepse i ra maska, po i bie maska dita ditës. Edhe e kemi paralajmëruar me kohë. Sepse është një goditje sofistikuar që i bëhet ekonomisë shqiptare, turizmit shqiptar, imazhit të Shqipërisë, edhe luftën që i bëjnë Trumpit këtu në Shqipëri. Brenda kësaj protestës ka edhe rrymë tjera plot që mund t'i cekin pak sot, sepse kemi folur gjithmonë për pronarët e mëdhenj të kësaj proteste, për ato duart e forta që lëvizin çdo gjë mbrapa kuintave, por ka edhe rrymë tjera këtu të rrezikshme dhe anadullake. Ka edhe rrymësh. Ka një frymë të tmerrshme vehabiste. Si shkon ti më gris flamurin e një ambasade, flamurin e shtetit izraelit. Po kjo s'do të thotë që, domethënë se griset ti atë dhe përmirësove marrëdhëniet me aleatet tonë. Kjo është turp. Kjo është turp. Se keni gristu i flamurin e herë të Serbisë në ambasadën e Serbisë për masakrat që ka bën Kosovë.
apo flamurin e Greqisë, që i ka dhunu shqiptarë sistematikisht. Si keni ngritur ndonjëherë flamurin? Po flamurin e shtetit izraelit, po do thoni ju, po bën masakra, ne po pse më gomer, ju do i zgjidhni hallet e botës? Po ne duhet zgjidhim hallet tona, ne s'po zgjidhim dot hallet tona. Edhe çik që mundohemi me ngret kokë, na bin nga të katër anët. Edhe me kë na bin? Me vëllezërit e motrat tona që janë që është llumi i llumit mes shqiptarëve. Na bin po me njerëzit tanë, po që janë gjak prishkurit. Si më shkoti e gris flamurin atje? Kush je ti më? Kush jeni ju mëre? Si më nuk ndërhy ky shtet, nuk ka kuraje të ndërhy, të thyn mes të njerëz. Të japi një mësim të mirë. Të zhbllokohet më ekonomia, çfarë është kështu më? Si mund të jemi ne pengë disa ignorant beshesh? Me dhe mek po ndërtoj narrativën, por po kënaqësi ka plot. Por jo bllokojmë investimet. Jo t'i nxjim faqen vendit. Edhe duar trokasim ndërkohë që ndodhin gjithë këto. Jo ndërkohë që ikin turistët nga këtu. Ti bish turizmit është i heqësh bukën në Shqipërisë. Është kaq e thjeshtë. Bukën e sotshme dhe të ardhmen e nesërme. Kjo është i bish turizmit në Shqipëri. Aq i jetik është turizmi për Shqipërinë sot për sot. Edhe kam thënë dhe para disa ditësh që e gjitha bëhet për investimet gjigande në Bregdet dhe paketa e maleve, sepse hap një faqe komplet tjetër në potencialin që ne mbartim në aspektin e turizmit. Po kush do ta kuptoj? Tu kam vetëm budalliqe, po çfarë përfitojmë? Po do mori Rama do i marri lekët për vete. Se vetëm idiot ka. Edhe jo se janë gjithë idiot, jo, po është një pjesë e mirë e më aktivja. Kështu që mesazhi im është që shteti të fillojë ndërhy, tregoj llëmbët, tregoj fuqi. Mos zorzohet para disa huliganëve, para disa mercenarëve të importuar, që vinë me i qeleshe dhe me i flamur krave. Po pse mos e erdhe me i qeleshe ti dhe me i flamur krave? Je patrioti, apo ju jeni patriot? Ju jeni kërma, që si a doni të mirë në Shqipërisë. Po jeni zbukuruar bukur që dukeni si atë tetar. Po çfarë tetarësh jeni ju më? I ikni më në Maqedoni dhe në Kosovë, takoni familjarët e juaj, që i keni harru. Erdhët ju me na sjellni demokracinë në Shqipëri. Ikni më, zhdukuni nga këtu. Mirupafshim deri në reagimin e radhës.